E keni parasysh, se tani jemi në datën 30 dhjetor 2025, e keni parasysh në për Facebook, në për WhatsApp, në për Instagram, të vinë ato mesazhet e të tipit që janë copy-paste, gëzuar vitin e ri, ha fate, mbarësi, paqit, shëndet, jetë, harmoni, lesh, presh, në tresh. Edhe të vinë nga njerëz që gjatë gjithë vitit nuk i ke dëgjuar një herë të të marrin, të të pyesin, ore a je gjallë, ose moj, a je gjallë, a je vdekur, po bëjnë tani, dërgojnë kështu që e vetëri, e bëjnë këtë, as që kanë shkojtur vetë njerë, se kanë bërë copy-paste, edhe e bëjnë forward, që që thonë, shpërndarje të këtë gjithë. Drejtje hangërt, pas më ke folur një vit, madje, po, më ke folur, në 2024, në datën 31 dhjetor në 2024, u bët 31 dhjetor 2025, arim që mesazh. Po ik më vlla mos aqa të rasa kot pa lidhje. Gëzuar vitin e ri. Ti ke një vit pa folur me gojë, mua gëzuar vitin e ri. Një vit. U smura, u operova, rashu, u aksidentova, u bërë drejt shetan, u shtova, u bërë me fëmi 1, 2, 3. Nuk mërë herë telefon. E të shë gëzuar vitin e ri. Iko, se nuk kam nevoj për atë gëzuar. E mos të qoni biles ato mesazhet copy-paste, du të fus blok të gjithëve. Blok të gjithëve. Blok. Biles blok të madh. Në tëra antë. Gëzuar vitin e ri, gëzuar vitin e ri. Po i këtë dreq, ke një vit pa në folur, nuk e di ja jam gjallë për e të randërmendu, se ke bërë select all, share all, edhe kapi lapsi dhe mua. Gëzuar vitin e ri. Po i këtë dreq ande, ke një vit pa në parë, pa në folur.